Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allahu Dhul Jalal me këtë ajet po na tregon se unë ju përgjigjem lutjes tuaj, ju përgjigjem kërkesës tuaj. Do thënë Allahu Dhul Jalal me një farë mënyre po na thot ju vetëm kërkoni. Unë jam afër aty dhe ju përgjigjem asaj çfarë ju kërkoni. Pastaj këtu është problemi subhanallahu se kur themi se Allahu kërkon prej neve lutjen, kërkon prej neve kërkesën, neve jemi ata të mangët që nuk e bëjmë atë kërkesën e duhur. Pse? Te Allahu subhanahu wa taala. Pse nuk plotësojmë disa kushte? Se për me kërku prej Allahut azza wa jall atë çfarë dëshirojmë, duhet të plotësojmë edhe kushte. E disa prej atyre kushteve janë ashtu siç e përmend edhe Ibrahim Adhemi, kur e ka pyet dikush edhe i thot ne lutemi mirë, po lutja jon nuk po pranohet. Dhe i thot defekti është se ju thoni e besojmë Allahun, mirë po keni fillu me lëshu rrugën e tij. Ju thoni e ndjekim rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, mirë po nuk e ndjekni sunetin e tij si duhet. Ju thoni që Kur'anin e kemi libër të shenjtë, mirë po e keni harruar se çfarë Kur'ani ju urdhëron, çfarë përmban. Ju thoni se dojna me shku në xhenet, mirë po veprat e juja nuk janë ato që ju çojnë për në xhenet. Ju thoni nuk po dojmë me shku në xhehenem, mirë po veprat e juve ju dërgojnë atje. Drejtani. Ju pastaj thoni kur qoheni nga gjumi, filloni mi përmend tmetat e të tjerëve edhe i harroni tmetat e juve. Kjo është shkak që duaja juve nuk pranohet. Do më thonë, për të pranu duaja duhet do më thonë të plotësohen edhe kushtet. Pastaj pjesë tjetër për mu plotësu kushti që duaja me qenë pranuar te Allah azza wa jall është që edhe ushqimin që e hajmë halal. E që këtu kemi shumë mangësi.